mos folni me hajnin kryesor, ku gati komplet qeverin e ka në burg. Fadil Gashi. Edhe Fadili, nga jashtë kufive, edhe nuk është votus patjetër në Shqipëri, s'ka as drejt votë në Shqipëri, por si vlla shqiptar, është i mirëseardhur të shaj edhe me shumë respekt, pa sharje. I them Fadil, qeveria ime është e gjitha në detyrë. Dakord? Në procese me drejtësinë kanë qenë dhe janë ish ministra dhe nuk janë asa qereku i qeverisë që unë kam sot, në numër, pa harruar që unë kam pasur mbi 60 ministra. Tani që të me thënë kjo? Në ndërkohë që u po them tjetrën ty, që nëse sot ka ish ministra, kryetar bashkie, personalitete ose figura, po themi, zyrtare, tjerë, në problemet hapura me drejtësinë. Si erdhi kjo ditë, Fadil? E ke bërë pyetjen vetes apo jo? Si erdhi kjo ditë? E solli Zoti këtë ditë? Vetë? Ka ndihmën tonë? E solli Amerika me aeroplan këtë ditë? Apo e solli BE-ja me anije? Se Amerika dhe BE-ja aty kanë qenë që në 91. Dhe ti jo vetëm që nuk ke parë kur një jetën tënde, një ministër apo një kryetar bashkie, domethënë nuk ke parë kur një individ të fortë të lidhur me pushtetin, apo qoftë dhe kriminala të botës krimit nga ata me damk që të jenë nën goditjen e shpatës drejtësisë. Po ti ke parë gjëra krejt të kundërta me këtë. Ti ke parë për shembull qeveri, kryeministra që vrasin njerëz. Këtu, poshtë dritarëve, janë vrarë njerëz të pafajshëm, qytetarë që erdhën protestojnë këtu, poshtë dritarëve. Dhe dritarët e kësaj godine, që është kryeministria, u bën frëngji nga ku dolën pushkët e shtetit. Ti ke parë qeveri që hedhin erë zona të banuara, dhe vrasin njerëz, dhe plagosin njerëz, dhe shkatrojnë prona. Ke parë nëseve. Jo në film, jo. Në realitet, këtu, në Tiranë, apo si ke pas menin. Dhe nuk u ka hyrë gjëm në